Urgjenca e Spitalit Rajonal të Qytetit të Vlorës do të jetë në gatishmëri, ndërsa shefi i urgjencës së këtij spitali, Veron Beja, ka bërë me dije se të gjitha strukturat e spitalit, duke nisur nga urgjenca, janë në gatishmëri të plotë për të përballuar çdo problematikë që mund të paraqitet. Ai ka bërë thirrje qytetarëve të tregojnë kujdes të shtuar gjatë festimeve të ndërimit të viteve, duke dhënë edhe disa këshilla të rëndësishme. Sipas Bejës, qytetarët duhet të tregojnë kujdes të veçantë në përdorimin e lëndëve piroteknike, veçanërisht fishek zjarreve, si dhe në konsumimin e pijeve alkolike. Ai theksoi se konsumimi i alkoolit duhet bëhet me mas, pasi në vitet e mëparshme ka patur raste të shumta ku qytetarët janë drejtuar në urgjencë për probleme shëndetësore të lidhura pikërisht me përdorimin e tepruar të pijeve alkolike. Atëherë, në kuadrin e festave të fundvitit, të vitit të ri, gjithë personeli mjekësor është në gatishmëri të plotë. Këtu flasim për infermierët, sanitarët, shoferët e ambulancave dhe gjithë personeli dhe stafi mjekësor i spitalit. Gjithashtu dhe flota e ambulancave, shërbimi i urgjencës kombëtare 127, është në gatishmëri për çdo urgjencë mjekësore që paraqitet nga qendra kombëtare e urgjencës. Këshilla kryesore dhe më thelbësorja është që njerëzit të gëzojnë, të kenë një vit të ri sa më të mbar dhe të gëzueshëm në familjet e tyre, po duhet që të kemi kujdes nga fishek zjarri dhe nga përdorimi tejmase i pijeve alkolike. Duam të gëzojmë që të gjithë për shkak të situatës që normalisht ka qenë mos e ngarkuar për këtë vit kalendarik që po mbyllim, dhe që të jemi të kujdesshëm si gjithmonë, si çdo vit. Të gëzojmë në familjet, me fëmijët tanë, me prindrit tanë, me të afërmit tanë, po duhet pasur dhe kujdes. Ajo që apelojmë ne si gjithmonë, duke qenë që është vit i ri, njerëzit të kenë, sidomos moshat e reja, të kenë kujdes në përdorimin e lëndëve alkolike. Dhe nëse ata marrin makinat, mos ecin me shpejtësi që mos bëhen burim aksidente. Qoftë për veten e tyre, po qoftë dhe për njerëzit e tjerë. Gjatë viteve të shkuara ka patur raste të personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në repartin e urgjencës në Spitalin Rajonal të Qytetit të Vlorës, ndërsa ashtu si çdo vit, kjo urgjencë edhe në natën e ndërimit të viteve do të vijojë të jetë në gatishmëri maksimale.